Hodhi inerte në trotuar duke ndotur ambientin dhe duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve procedohet penalisht 33 vjeçari. Ndëshkohet gjithashtu me masë administrative 20.000 lekë nga Policia Bashkiake e Vlorës. Strukturat e policisë në Vlorë gjatë monitorimit në terren me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive kanë evidentuar dhe goditur një rast të ndotjes së mjedisit dhe bllokimit të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe verifikimeve në terren, u procedua penalisht shtetasi AA, 33 vjeç, banues në Vlorë. Ky shtetas, pasi kishte kryer punime rikonstruktive në banesën e tij, kishte hedhur inerte në trotuar, duke cënuar sigurinë dhe qarkullimin e lirë të qytetarëve, si dhe duke ndotur mjedisin. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, menaxhimi i mbetjeve parashikuar nga neni 201 fraksion A i Kodit Penal. Paralelisht me veprimet procedurale të kryera nga Policia e Vlorës, këtij shtetasin nga Policia Bashkiake në Vlorë në zbatim të legjislacionit në fuqi. Për mbrojtjen e mjedisit urban ju vendos masa administrative 20.000 lekë. Policia e Vlorës apelon për qytetarët që të mbrojnë mjedisin dhe të denoncojnë në numrin 112 çdo paligjshmëri që konstatojnë.